Keni ndonjë rol teatri, flasim gjithmonë, që ndoshta ju ka ngelur peng, pse nuk keni arritur ta luani, edhe nëse një regjisor i ri, për shembull Brikena një ditë çohet edhe thotë dua të bëj një shfaqje dhe ju dua aktor. Cili do ishte ai roli që do doje patjetër ta luaje? Shpesh duhet të llogarisësh dashurit. Kur them piromani, them Arturolli. E pritshme. Kur them piromani, them Ismori Përmend. Molieri. Këto kanë qenë dy ëndrat e mia, nuk i bëra dot. A mendon që do i rikthesh skenës? Pra admiroj Viktor Zhusë, që ka qenë profesori im. Dhe vazhdonte. Vërtet dhe fuqishëm. E ndjej veten jam sjell në mënyrë pa drejt me veten time, me jetën time, pavarësisht nevojave që të sjell jeta, detyrimeve. Ne kemi një aktor korçar që punon në Korçë, së fundmi Koço Qëndra, është 94 vjeç, është ende në skenë dhe është për t'u admiruar. Ato janë aktorë të mëdhenj. Ai është prap aktori përzgjedhur nga piromani. Aktor karakteresh, si që thatë edhe jo. E di apo jo? Që teatrin e Korçës e ka krijuar piroman. Pe vërteti thoni jo nga Korçë. Pe vërteti? Ju Shurgjilla, Zi Sërbo, Mine Laborova, Timi Filipi, Pandi Raidi, gjitha janë zgjedhur nga piromani. Ai i bëri që arritën në 71-shin me dramën Njollat e Murme me Mjolla, kjo rasin morën vendin e parë. Është fantastike të flasim për emra ka shumë të mëdhenj. Korça është plot, është mbushur plot. Po, kjo e shpjegon edhe faktin pse keni arritur të gjeni dashurinë e jetës në Korçë, apo jo? Kemi pasur gjithmonë vlera të mëdha. Po për ju, zonja Evro, sa e vërtet ka qenë të jeni bashkëshortja, partnerja e një aktori, e një regjizori, e një njeriu që është artist, edhe thonë që artistët ndonjëherë janë më emocional se sa duhet të jenë. Ju rrende aktor. Më duke se e preka një qikë. Vetëm aktor nuk e donte bukur. Shi në plazh, ja ku e kemi komedin prapë. Edhe në Tiranë, nuk e donte. Jo është e vërtet që thonë Sadushi. Vërtet nuk i pëlqeja që unë në jetën time të kisha një bashkëshort aktor. Sepse do të ishte gjithmonë i ikur me rolet e ti të vështira, me rolet e ti si i dashuruar, me shumë. Por si ishte fare e vështirë që unë ta jetoja ka shumë bukur, gjithë aktorimin e Sadushit edhe me rolet e ti të vështira. Edhe e vlerësoj në masë të gjitha rolet që Sadushi ka sjellë si në skenën e teatrit, unë isha e dashuruar dhe vija i shikoja që kur filloni dhe derisa të mbaronte një shfaqje teatrit që jepesh në teatrin popullor, teatrin kombëtar. Dhe fare se pata të vështirë të them të vërtetin që unë të jem përsëri e dashuruar si ditën e parë dhe sot me Sadushin. Të tregoj një histori? Tjetër, prandaj jemi këtu. Unë mezi po pres që ju të më tregoni një histori dhe vërtet po ndjem shumë. Një ditë një regjisor, Edmond Topi, bashkë me një ish drejtorin e kinostudios, drejtorin e përgjithshëm të TRTSH-s, sot është nënkryetari i Këshillit Drejtues të TRTSH-s, drejtori i Klanit, Petrit Beci. Edhe më vinë me një skenar dhe kërkonin që t'ja jepnin rolin në shokut tonë. Mos atë emrin se mos keq kuptohet, po. Ja. Arben Kruda, po ja thej. Okej. Arbenin atë kohë merresh me biznes. Dhe rolin regjizori mendonte që do ta bënte Arbeni. Roli që, domethënë, një ish shef policie që bëhet biznesmen dhe pastaj bëhet sponsor për aktivitetet të ndryshme, sidomos me këto misë. Edhe kur ja të tre, kur e takuam të Krutën, i japim dhe 18.000 lekë të vjetra, ose 1.800 lekë të reja, se kaq mën, si i thonë, divorci. Procesi divorcit bën 18.000 lekë. Bëndet pak. A i thot, prit, se lap, të pyes pak Marianën. Marianën e shpojtë.
Roli ishte me skena, Okej. me skena erotike. Me shumë Ti në punë, kush ka mend, e kupton që ti në punë, çfarëdo. Edhe në fakt, edhe më kanë ngel peng, Që? roli Arbeni na ktheu përgjigje dhe Mariana Jo. nuk pranon. Absolutisht jo. Ta shitsin virgjërinë. Nuk do në as 18.000 lekë as divorcin. Më thanë ata dy të zurit do ta bësh ti rol. Po zonja Evro ishte kundër për këtë rol? Jo, Më pëlqeu. e pyetën dhe ngacmohen. Dhe më ngacmojnë vazhdimisht. Beci me topin i thanë 18.000 lekshin, se është formul. Që mos njështi brenda vetës dhimbje pse e bëre të krim. Dhe kjo i tha. E pranua 18.000 lekë? Qi? Jo, Jo. Divorcin se do? Unë pranova rolin. Unë pranova rolin. sepse thash në punë buri uj. Kush ka mend që këtu grupi xhirimit 7-8 veta, ti po bën. Dhe rol vërtet shumë. Shumë i bukur ishte, vërtet. E realizuat? Një seri po e bëm falas që të gjithë bashk, por nuk pata mundësi, se vërtet, do dilte vërtet një film shumë bukur. Nëse pyet të rinj sot që çfarë hobi ke, realisht një pjesë shumë e madhe do thonë që kam hobi filmat e vjetër shqiptar. Unë jam një ndër ata persona që i duam, ja u din batutat, din çdo gjë. Se ishin aktor. Pse? Ishin aktor. Të vërteta. Ishin aktor. Jo, ishin aktor të mëdhenj sa dush. Luanin art, luanin filmin, luanin shfaqjen teatrale, luanin dramat. Çfarë diferencë ka kinematografia e para viteve 90 me atë pas viteve 90? Çfarë ka ndryshuar? Pse nuk kemi të njëjtën që e kishim? Unë mendoj. Njerë, kinematografia shqiptare sot është e pa ushqyër. është jo e mirë paguar. Jo e mirë menduar. Sepse unë të jap aq lekë sa ka qendra, të jem realist nuk kam shumë njohuri çfarë bëhet për 10-12 vjet, por në përgjithësi është mendimi që ti kur jep një shumë X parash, ti kujton sikur i ke bërë një nder. Këtu është gabimi i parë. Sepse që të ngelet kapedani, prap me kolonjar regjizor, Muharrem Feyzo, e di apo? E ke kolonjar, Muharrem Feyzo. Jo, këtë nuk e di Se thot asnjëri po. Po, por filmin? Ngeli kapedani, por kapedani kishte skenarist. 2 skenarist. Skënder Kasari, Femio Shafi, apo jo? Kishte 2 regjizor, Femio Shafi, Muharrem Feyzo. Kishte një mjeshtër grimi, ndriçimi, pikture, kishte Muharrem Feyzo. Se aty suksesi e di, sa vjeç ka qenë Po, e di shka qenë shumë i mirë. Kush e bëri grimin? Muharrem Feyzo. Po ka qenë dhe mjeshtria aktorit? Ishte mjeshtria aktorit, por thash, ne, edhe në atë kohë, ti s'mund ta kapje dot Hollywoodin, që i ka çdo zot përkthyer, por minimumi që sot s'janë, ti skenaristin duhet ta paguash vetë. Absolutisht. Ti regjizorin duhet ta paguash, por regjizori punon vetë. Do 2 asistenta. Ke parë gjikundi ti në filmat shqiptar sot paguhet në një inxhinier zhurmash? Jo, unë kam vënë re tendencën që të rinj që po bëjnë filma tani i bëjnë të gjitha vetë, edhe skenar, edhe regji, Se do marrin edhe edhe vetë. aktrim, edhe të gjitha. Lutem, mos thuaj që ke qendër kinema. Thuaj që ke qendër, si thoni ju, vobeksie. Më thënë, jepi ca lek që ata të bëjnë sikur janë regjizor. Po e bëre, ty në konkurim, bëj atje jurin me sak, dhe burë. Po ma mirë se këta të atletikës jemi. Se këta s'kanë mazë atletik. Me ishte zonja është antare kërësisë. Vërtet zonja Evro, ju së fundmi jeni pedagoge në Universitetin e Sporteve Fan Në Korçë, Noli në Fan Noli, Korçë. Si shikoni prurjen e të rinjve? Ka më interes nga të rinjt për të qenë pjesë e sportit? Sportin e duan të gjithë të rinjt, që është e vërteta. Sepse duam të jemi të fortë, duam të kemi një trup të shëndetshëm dhe të bukur, por jo të merren seriozisht me një fushë. Ta shohin si profesion, po thoni. Jo, është shumë e vakët. Ka shumë pak
fëmijë sot që të merren me sport, fatkeqësisht. Dhe kështu do të mbas them unë të paktën flas për sportin e atletikës, megjithëse të gjitha fushat, gjitha disiplinat e sporteve kanë humbur atë siç e kemi patur ne në kohën tonë. Cila Ne është? kemi patur të gjitha llojet e sportit edhe të fillojmë që nga pikpongu, apo qitja, gjimnastika, atletika, basketbol, volleyball, futboll, shtangë, mundje. I kemi patur të gjitha në nivele edhe medalje ndërkombëtare. Nëse do t'i kishim sot, do t'ishte gjë e madhe. A mendon që ndikon edhe fakti që të rinjt po largohen nga Shqipëria? Kemi një hemoragji të ikjes të rinjve shqiptar. Është edhe kjo që janë larguar mjaft, fatkeqësisht. Është edhe kjo që janë larguar mjaft të rinj dhe Cila është këshilla që jepni më shpesh studentëve tuaj? Nga ana njerëzore ose kur i shihni ashtu të ri? së pari ata të jenë të denjë për familjen dhe shoqërinë, që është gjë e madhe, të kenë dashuri dhe një respekt atje në të gjitha ambientet shoqërore ku ne punojmë apo jetojmë, sepse ajo është e para, që ti nëse je i denjë për shoqërinë, je edhe për punën. Dhe të duan atë çka do duan në jetë, ta bëjnë dhe ta studiojnë. Ata duan sportin dhe kanë zgjedhur sportin. Sportin është vetëm fjala sport, por dhe e shikojnë sikur është studimi më i lehtë. Unë, për mendimin tim si Pavlina, është nga shkollat më të vështira, sepse ka lëndë mjekësore që i ke të gjitha, ke lëndë filologjike që ke shumë, po, ke lëndë specialitetet e llojeve të sportit, që s'janë pak, i ke të gjitha. Nuk i kanë të gjitha këto shkolla, po. S'kemi matematikë, po kemi shumë gjëra të tjera. Ne priremi që degët e të tjerëve t'i shohim me një mendje lehtësi po theme. Jo, unë për mendimin tim them është shkolla më e vështirë. Se ti anatominë e bën sikur e bën shkolla mjekësore. Duhet ta bësh. Duhet ta bësh, patjetër duhet ta bësh. Psikologji, biokimik, filologji, sociologji, edhe shumë lëndë të tjera, që janë po të vështira për studentët e sotëm. Se jo të gjithë i duan këto lëndë. Prandaj e thash që ata e mendojnë se e më po departamenti i sportit, e më po universitet për sportet. Po, merret me mendje lehtësi të është më e vështira. Edhe aq më keq, atë që marrin më të lehtë, kur bëjnë praktikat e llojeve të sportit, atje e shikojnë që është aq shumë e vështirë. Ka një risi. Se ti s'mundi ka përzesh pengesat, që unë do t'i jap mësim. Absolutisht. Ka një risi. Personalisht, nëse më thoni personalisht se jo. do të gjylen atje ku duhet ta hedhësh që të kapësh atë normë, që unë të vë notën ty. Ti nuk e bën dot 800 në atë normë që unë të t'jap notën. Ose ti nuk e bën dot 1500 metërshin te Pavlina Evros për të thyer rekordin. Ne kupton, janë shumë gjëra që merren lehtë nga jashtë, por kur hyn atje shikojnë që vërtet është shumë e vështirë si për mendimin tim kjo. Ka një përpjekje disa vjeçar, Komiteti Olimpik, ku Pavlina është dhe antare kryesisë Komitetit Olimpik, është dhe presidente e Komitetit Olimpik Rajonal, dhe është krye koordinatore e projektit Sporti në shkollë. Në qarkun e Korçës. Ndoshta kjo që tha Pavlina ka një përpjekje nga ana e Komitetit Olimpik. Po, shumë. Shumë sepse po, është një suportim ky nga qeveria shqiptare që si sport kemi futur fillim voleybollin dhe basketbollin, ku janë të gjitha shkollat nga klasa e 5 deri në vitin e fundit të gjimnazit. Edhe kemi nxjerrë goxha talente në fakt për voleyboll, dhe që e duan ta bëjnë atë sport, voleyboll dhe basketboll. Këtë vit fillovi edhe shau, që përsëri është një sport që Filloi atletika? Jo, atletika s'ka filluar akoma, jo. Janë në projekt, do më thëmë, për të filluar dhe disa sporte të tjera, që për mendimin tim do të ndihmojnë shumë
fushën e sportit që ne të kemi një të ardhme të bukur për vazhdimin e sportit shqiptar në të gjitha disiplinat. Kur ktheheni në stadium, cilat janë emocionet që përjetoni? Çfarë ju bën të ndjeni? Ishte e bukur, shkuam këtu në Amerikë, ku luhet futbolli amerikan në një stadium në një qytet. Green Bay. Ku lozin Janë të sakt? Packers. Vazhdoj të jem shqiptare në futboll. Po, edhe kur dalim, po, është i njëjtë, po, thelbi. Edhe kur dalim nga stadiumi dhe Sadushi që më thot, sa jam kënaqur që unë ty të pash që ti u rinove kur hyre në atë stadium. Mu duke si kur do filloje të vrapoje përsëri. Sikur ishe 20 vjeç Pavlina, thot, kur dolim nga stadiumi. Dhe vërtet u entuziazmova aq shumë jam kënaqur, sa s'desha të shikoj asgjë tjetër, bukuritë e Amerikës. Është herë e parë që unë shkel në Amerikë në fakt. Edhe atje kam mbetur në atë stadium gjigant ku ka ndalë dhe ky ekip ka fituar 13 kupa të Amerikës në futbollin amerikan, po. Edhe vërtet unë ndjeva aq shumë bukur, aq shumë e re, aq shumë energjike që vërtet të filloja të vrapoj. Sa interesante është. Është ajo kujtesa emocionale që të rikthen ato vite. Rikthehem po atë që thatë në stadium. Rikthehem në moshën që unë se desha, thanë, sa gabim ka bërë. Unë vërtet u lodha shumë, e lash rinin, por ma bët dhe pyetje, do të bëja përsëri të njëjtën gjë, do ta desha kaq shumë sportin sepse dua Shqipërinë. Edhe do bëja të pamundrin që flamuri im të valvitej diku në një stadium evropian. Është e vërtetë kjo. Edhe aq më shumë, jam e fat që në jetën time erdhi Sadushi dhe nuk më ndalovi që unë të as familja e Sadushit, prindrit e Sadushit më ndiqnin në çdo stadium të Shqipërisë, dhe mamaja dhe babai, po, e ndiqnin nusën e djalit të tyre. Sadushi është djali vetëm në 3 motra, që kjo është gjë e madhe për kohën kur ne kemi vrapuar para 90-s. Unë i kisha kudo në stadium, sa dhe shokët dhe shoqet e mia dhe sot e kësaj dite, ata i kujtojnë me nostalgji dy prindrit e Sadushit. Vërtet dy prindër të dashur që unë jam vajza e tyre, babai nuk jeton më fatkeqësisht, mamin e kemi akoma dhe një mama shëmbëllore, domethënë edhe një vjerë për mua, që unë e shikoj si mamin time, padyshim, një vjerë e përkryer. Që të ndjek vjera, që ti të dalësh, se me mbathje janë ato kilotat, në të gjithë rrugët e Shqipërisë apo në stadiumet e botës, nuk është. Pak e kishin atë mentalitetin të zhvilluar që ta pranonin, ata e kishin të pranuar dhe vinin thërisnin në stadium. Thërisnin në stadium dhe më mbështetnin ku unë vrapoja. Në Elbasan unë, në Elbasan ata të dy. Në Shkodër unë, në Shkodër ata të dy. Në Vlorë unë, në Vlorë ata të dy. Sadushi zvinte se kishte punë, mamaj dhe babaj do t'i linin gjërat dhe ata do t'ishin pranë meje në stadium. Kjo është gjë e rrallë, është vërtet e rrallë dhe inshallah ta ke ndjerë dhe gratë të tjera me vjerën dhe me vjerin këtë që kam ndjerë unë. Prandaj them kam qenë me fat që Sadushi ishte në jetën time. Realizimi i një burri në ditët e sotme është krenaria kur gruaja vet thot unë i dua prindrit e tij. Patjetër. Shumë emocion i veçantë dhe nuk do të shpesh. Vazhdimisht edhe sot unë është mamaja ime dhe diskutohet. E tha të gjithën, është mamaja ime. Është po. Diça më bëri përshtypje në Amerikë. Kisha lexuar, jemi sinqert, për muzeun që kanë krijuar me ato skulpturat e dyllit, po theme. Dhe kur vajtam atje dhe në disa vende të tjera, qoftë këtu në Tiranë, shikojmë që këta din dhe nuk është një mençuri të kopjosh ose të mësosh, bëj të paktën të që bëjnë këta. Ne të dy përmendëm të një autobus, një njerëz të mëdhenj të ardhur Korçar. Viktor Gjika, Ilia Tërpinje, pa fund. Vangjush Furgjilla, Zitherb, Savri Shkurti, Pandaj Raidi. Janë të gjithë nga Korça, janë të gjithë. Po thuaj se. Dhe ti, minimumi, u them për art. Minimumi. Vlezri Triza. Se du t'i bite tatri, po që se. Nuk përmendim se janë shumë. Po pra, Vlezri Triza, janë shumë. Po themi hajde që jemi shumë të dy. Po, Korçar, pa fund. Donald Suçu, kapiteni i ekipit olimpik amerikan. Po, edhe trajneri i ekipit kombëtar. Ka luajtur këtu NBA.
Edhe trajneri i ekipit kombëtar Donaldi. Kampion bote, Rafael Disnica, Pavlina Evro, Jani Kaçi, Koço Dinella. Pa fund. Dhe kur vjen ti në një qytet, si që janë këtu, ti shikon histori. Korça duhet ta bëj këtë, me domosdoshmëri. Ma gjithë ekipi i atletikës të femrave, gjithë ekipi i atletikës të femrave të qytetit tonë të Korçës ishin ekipin kombëtar. Ishin gjitha rekordmene. Të gjitha, këtë ze tashi. Të ze, po e ze nga Alma Fano, Alma Qeramigji, Varbona Sina, Anila Mekshi, Donika Anxhara, Jorgjeta Napoloni, Eva Liccioli, Loreta Resuli, Giulietta Liccio, Giulietta Kotori, janë pa fund të ekipit kombëtar. Edhe të gjithë në ekipin kombëtar. Edhe të gjitha këto që përmenda, rekordmene të vendit tonë. Rekordmene, me rekorde. Është për të ardhur keq faktikisht, sepse nëse ne i lëm në hije, do vi një ditë që edhe sot ku janë këto emra që unë i përmenda në qytetin tim të dashur, që të thyen këto rekorde. Si të frymëzohesh, a e the që në fillim të emisionit, si na frymëzon në figura Pavlina Evros? Figura Pavlina Evros të frymëzon, ose ku di unë e Sturgjit, të frymëzon kur ti ja thua për ditë fëmijëve, me çdo lloj forme. Po kur ti... Si e punë. Piromanin, Si e punë. ti do përvëndosh që rregjizor sa dush. Jo, si e punë të punoj që ti jetoj dhe t'jap shembullin në të qytet. Ti të largon me zorë. E drejt. Në fakt, jo më larg se më herët, zënja Evro mori edhe çmimin Thank You, një çmim që është enkas nga televizioni shqiptarëve të Amerikës, çmimi më i lartë që ne kemi, që japim për njerëzit që kanë kontribuar dhe kanë lartësuar emrin e Shqipërisë. Sot ju dha ju ky çmim nga drejtori i televizionit shqiptarëve të Amerikës, zoti Gani Bila. Unë u mallëngjeva dhe përsëri juve flisni dhe më mallëngjen kjo, më përlotën, se vërtetën ti e he me vlerësuar nga televizioni juaj, nga televizioni zotit Vila, që të marrësh... Televizioni Vilës. Është televizioni gjithë shqiptar. I diasporës. Nismëtari, mund të them, atëre drejtori dhe drejtuesi i këtij televizioni. Keni të drejtë për vërejtjen. Falenderoj, vërtet, faleminderit është ajo që mora sot ai trofe. Unë falenderoj të gjithë shqiptarët që ndodhen në Amerikë, që e mbajnë gjallë këtë televizion dhe nëse do të më dëgjonin, mendimi im është sa më afër televizionit që ta mbajnë frymën e shqiptarizmit në këtë kanal që ju keni. Dhe kjo është faleminderit për të gjithë ne shqiptarët, kudo që ndodhemi në përbot. Edhe aq më shumë për shqiptarët e Amerikës që të kenë një studio të tillë ku ata të vinë dhe të thonë të gjitha këto që dhe ne shprehen, se çdo shqiptar ka jetën e tij. Jo më larg se data 1 nëntor ne festuam 25 vjetorin e televizionit dhe jemi një komunitet vërtet shumë i madh. Shumë i madh, po. Edhe kjo është vërtet një falënderim i madh për ju dhe për të gjithë shqiptarët e Amerikës. Nga ana tjetër, zoti Ylli, ju sot drejtoni një nga televizionet, radio televizionin shqiptar Korça, që nëse unë do isha, siç ja u thash më herët në Korçë, unë do ju thrisja drejtor sot. Vendi ku unë kam hedhur hapat e para në ekran. Unë e kujtoj me shumë nostalgji dhe kam mall për të gjithë stafin atë që gjej rastin ti përshëndes të gjithë një nga një. Si keni gjetur televizionin edhe çfarë risish keni sjell ju atje? Unë përpara se të shoqëroja Pavlinën në shërbimin diplomatik, ose ushtrimin detyrë të konsulit përgjithshëm të Republikës Shqipërisë në Selanik, kam qenë për rreth 6 vjet, kam qenë drejtor i të 4 kanaleve rajonale të rrjetit të radio-televizionit shqiptar. Pra i Korçës, Gjirokastës, Shkodrës dhe Kukës. Dhe paka shumë e njihja dhe stafin e Korçës,
Dhe në një moment që ndodhi një mundësi mbas kthimit të Pavlinës nga misioni, vendosa të konkuroja, për fat Këshilli Drejtues e vendosi që nuk do të jetë një emërim i drejtorit ekzekutiv, por Këshilli Drejtues Sipas kritereve. me miratime nga ato kalimet sipas një vendimi që morën do të ishte me votim. Dhe kështu që përpara 3 vjetësh fitova. Besoj që kam shpërbyer me punë ati Këshilli Drejtues që pati besim tek unë, besoj edhe këtij tjetër që është, sepse njeriu në këtë jetë e mban punën. E mban dashuria, e mban dëshira, e mban ajo egoja profesionale në kuptimin. Nuk themi ego sa të Pavlinës për të dalë parë në botë, po të parët në kortë që duhet të jemi. Ne atje se kemi gjetur një staf, njerëzit që kanë drejtuar përpara se unë të vija, që nga të paktën kur më ka mushtruar këto detyrat si shef kabineti, si drejtor kështu, që nga Skënder Demolli, që nga Roland Karanja, që nga Muharrem Meko, fillimet kanë qenë njerëz që e kanë dashuruar. Pra mund të kishin zgjedhur një detyrë tjetër mbas përfundimit të një betejave elektorale. Por kanë zgjedhur, ashtu si dhe puna ime, për të bërë atë me një dashuri për ta bërë atë, sepse ai Për ta mbajtur gjallë. Nuk është personal, ai është një aset I gjithë që i takon minimumi kombit, i takon atij rajoni, juglindjes vendit, dhe në konceptimin tim dhe diasporës atij rajoni që ndodhet sot. Pra duhet të jetë si një dritare ku gjithë secili gjen një diçka interesante për ta ndjekur. Stafi përgjithsisht dhe ata djemë që përmenda qoftë dhe Meko, janë munduar të bëjnë më të mirën. Korça, pra RTS Korça, ose QVA Korça, ose Radio Korça, si që thoni jo korçarët, është përpjekur të rigjenerohet, po me njerëz staf, me njerëz që duan atë punë, pavarësisht pagesave jo të fortë. Modeste duhet të. Më shumë se modeste, po e themi. Ne arrim sot me padjert, atje dhe me vajza, me ata që shokët e tu që ke qenë ti, ne prodhojmë rreth 90% programit e kemi prodhim të RTS Korçës. Shumë. Kemi hequr dorën nga bisedat, se bisedat i urrej, po të paktën minimumi kemi shkuar në një gjysmë deja vu, sepse sot është shumë e kollajshme, qoftë nga inteligjenca artificiale, qoftë nga gërojtur të drejtat për ta bërë sa më të këndshme për publikun, të jenë me tema interesante për njerëzit, për gjithë grupë moshave të ndryshme. Ne jemi munduar vetë, them me përgjithësi, pa shumë ndihmë nga qendra, por vetë edhe personalisht, për truta tu. Absolutisht. Ndihmuar nga miq dhe shok, nga kudo, ne e munduar që të mbyllim brimat tona dhe të mundohemi të jemi minimumi që të mos latot njëri ata në kotë. Ne, si RTS Korça, prodhojmë 6 orë program në ditë. Për shembull, ne prodhojmë emisionin e mëngjesit, lajmet, 5 me 6 kemi podcast të përditshëm me tema Emisione të ndryshme. Për shembull, të hënën është emisioni të rinj për të rinj, për të rinj më të dalluar të fushës së artit, filozofisë. Kudo në çdo fushë. Dhe të rinj më të talentuar të fushës teknologjisë bëjnë teknologjinë në krau tjetër anën teknike. Të martën kemi një emision jashtë zakonisht të vlefshëm për mendimin tim dhe për diasporën, që është emisioni çfarë duhet të dini. Çfarë duhet dini, do të thotë çfarë probleme se mosha po afron dalin pension, atje këtu. Çfarë duhet dini për pronat, çfarë duhet dini për notarizimet, çfarë duhet dini për tatimet, çfarë ju duhet dini si duhet aplikoni për X problem, pra që besoj
Që ju vjen shumë në ndim. Këto të dy misione. Unë ri gjithë vesh. Ja kam ngarkuar një vajze që shumë e përgjegjshme, shumë punëtore, pavarësisht pamundësisë time tuar lidhur për t'ja shpërbyer në mënyrë monetare, e Ftjola Filit. Përshëndesim e Ftjola. Jo, me Ftjolën si kemi dhe një emision tjetër, bën 3. Përveç Lajme, e kam lënë si redaktore përgjegjës. Të mërkurën kemi bërë një emision që kam ngarkuar prapë e Ftjolës, është emision mbi të reja teknologjike, për zona tek. Sepse koha sot, njerëzit sot pikërisht këto emisione duan, që nga krijimi i llampës nga Edisoni dhe deri sot tek zhvillimet e sotshme teknologjike. Që evolojnë dita ditës dhe kemi nevojë për Inteligjencë artificiale. Me që ka atë Namin Korça që bën tashëtheme në Përsokak, kemi krijuar emisionin Tashëtheme Sport. Me 2 djemë të ri, është një djalë shumë i mirë, shumë interesant, shumë i ditur, shumë luftërat, pa komplekse, dhe një djalë tjetër që kemi ofruar, dhe besoj që ne mund të kemi rreth emisione bëjmë live, mund të kemi rreth 30 telefonata në emision, në gjithë Shqipëria. Interesante. Tregon interaktivitet edhe me publikun. Po. Në orën 7:30 çdo ditë, ne kemi emision me gjithë filmat që ka luajtur Fjala vjen Llazi Sërbu. Pra sot prezentojmë dhe kemi postprodhim po jon. Edhe gjys kemi emision të përditshëm. Për shembull tanën është emisioni rubrikës sportive që drejtori më nxifi me 4 personalitete të rinj, po shkëlqyer. Dhe ndërkohë sot ne kemi arritur që të jemi vazhduesit e emisionit nga njëra ndeshje tjetër. Pra të gjithë korrespondentët e RTS-s, kudo që Skënderbeu dhe Pogradeci, se kemi 2 skuadra në kategorinë e parë, luajnë, ne jemi dhe kemi korrespondentin ton që zhvillon merret të Shekorçën për ndeshjen, për pozicionin e ekipit ku lufton Skënderbeu së Pogradeci. Ne në lajmet jemi munduar të krijojmë rrjetin ton me bashkëpunëtorët. Kemi gazetarin ton Devol, gazetarin ton Pogradec, gazetarin ton Nersek, gazetarin ton Maliq, 5 gazetarë që i kemi në të gjithë bashkitë e qarkut. Po, dhe po përpiqemi. Kemi një emision për fëmijët, shumë i bukur, i bërë nga Janita. Nga Janita tani, e filluam me një vajzë tjetër. Pastaj po e bën një Nida për moment, ndërkohë që po përgatisim gazetarët e rinj. Miqtë e Korçës. Po, kemi të martën bravo. E shikojnë që kritikën më të madhe e paske në ekran. Se i ndjek. Të martën kemi emision Miq në RTS. Shumë, pëlqejnë. Ku ne ftojmë personalitet kushdo që të vi, dhe kushdo që ka ardhur në Korçë, që në Korçë vinë shumë. Pa nga të gjitha. Të njëjtën kemi emisionin pak nga të gjitha. Një emision që është konceptuar jashtë logjikës të zakonshme që hajde bëjmë bisedën. Jo për diçka të caktuar, por interesante. Është shumë interesante. Nga koha që ju keni drejtuar emisionin e mbasditës. Edhe kjo është e bukur. E kemi hequr dorë për arsye se është një format që bëhet gjithandej. Dhe kemi zëvendësuar qoftë një emision për bujqësinë, që bëjnë rutinë të gjithë, qoftë një emision për shëndetësinë, që bëjnë rutinë të gjithë. Ndërkohë ti aqje, atë pozicion ke dhe thua pak nga të gjitha. Ose ti e di shumë mirë që gazetarët aty bënin një emision për poezi, një emision ku di unë i marrën një grup. Për t'ju korrigjuar zoti drejtor. Atëherë për publikun çfarë thotë? Ti do ke për detyrë të bësh një emision për shëndetësinë, një emision për politikën rajonale, në javën që kaloi kishim zgjedhur në Maqedoni. Para 2 javësh kishim zgjedhjet në Kosovë. Pra guxojmë të punojmë, por një emision që kemi nisur ne, që aty kërkojmë bashkëpunim me juve, besoj do ta kemi, edhe me ty personalisht, është emisioni diasporës. Ne kemi filluar çdo të shtunë. Kjo është për mua interesante. Sa bjetë e kjo? 1:30, 2:30. Ora këtu të kjo. Nuk pak rëndësi ka. Javës tjetër, besoj
këtu është mos korrektesa e Ganivilës, ne kishim emision për 25 vjetorin e televizionit tuaj, që është pjesë, në fakt, e kulturës korçare. Shqiptarët Amerikës. Kështu që kishim Marbreshët, kishim shqiptarët e Selanikut, kë kishim tjetër nga gjithë diaspora, kudo që ne mundemi, ne jemi. Dhe unë mezi po pres të vinë në Shqipëri për të shënë pjesë, sërish pjesë e RTS Korçës, dhe vërtet kam shumë emocion. Miq në RTS Korça. Patjetër. Dhe pastaj, po këtu du të përgatitesh se nuk du bisedë. Jo, absolutisht. Dua të më flasësh me gjithë dëshira dhe ëndrat e tua, me gjitha të që ke luajtur. Dhe diçka që ju e cituat pak dhe e përmendët pak. Bani firmën e shumë dokumentarëve, projekteve filmik. Një ndër to është edhe dokumentari i përgatitur për drejtorin e televizionit të shqiptarëve të Amerikës, zotin Ganivila. Mari kujto pak, çfarë si arritët ta sillet në atë formë që e sollët, që dua të them ishte mjeshtërisht e kuruar deri në detaj. Sa i lidh Ganiut me Pavlinën? Jo. Të dy janë modest më shumë se ç'duhet. S'na pëlqen të flasim për veten tonë. Në Ganivilën e kam njohur që më parë si emër, me gjithë të çuinë e vetë ndër vite në jetën, dhe përpara se të vinte këtu si emigrant në Amerikë. Kisha dëgjuar për një çmenduri të tij, që çmenduri është, pak, që zotëria bëri në vitin 97, duke lënë qetësinë jetën e tij familjare për bukurinë e Zotit, dhe shkon merr përgjegjësinë për të mbajtur pushtetin kur shteti kishte rënë. Dhe kështu një ditë tek ndodheshim tek një miku jon, që është vërtet një djalë i shkëlqyer, në fakt, edhe Ganiu dhe Spiro Bardhi janë miqtë e Pavlinës, që të mirë, se unë s'jam nga Korçë. Po të kemi marrë në Korçë, të kemi bërë pjesë të Korçës. Edhe atje tek bisedonim, unë një edhe iden që ne duhet ta bëjmë këtë. Duhet ta bëjmë këtë, jo për Ganivilën. Duhet ta bëjmë për këtë, se dhe kjo ma ka nxjerrë shpirtin. Jo për Pavlinën e Evro, ne duhet ta bëjmë për brezat e Racës. Pra duhet ta bëjmë ashtu siç amerikanët, thash dhe një tjetër, duhet të mësojmë nga amerikanët, e krijuar në Rambon. Ti e ke Rambon dhe Odhe. Ti e ke Carl Lewisin, dhe Odhe, se të prish punë, po të vizjet e Racës. E kupton? Atëherë, ky Ganivila që e bëri këtë, ne duhet t'i ushqejmë atyre njerëzve, e bëri, mendoj unë, e bëri nga dashuria për atë dheu. Sepse duke qenë drejtor financiare, duke qenë djali i ditur, i kishte zhdukur, sepse banka nuk janë parat kesh prodhon sa duhet. Janë kartelat, janë të arsimit bankë dhe Ganiu i kishte zhdukur. I kishte vënë në vendet sigurta dhe nuk i kishte lënë në duar të çdo kriminali që do i merrte, do t'i diqte minimumin, po do i bënte dëm bankës. Dhe çuditërisht ky njeri vendosi, jo i emëruar as nga Komiteti i Shpëtimit çka qenë atë, mori fatet e qytetit. Më thoshte jo po. Su përfundim më bëhe. Sinqert, unë i propozova një gazetar shumë të mirë, që unë e dashuroja të nga personale, Sokol Bregun. Në atë kohë Spiro Bardhi ngriti telefonit, bën telefon Top Channel, bën telefon 2-3 kanale Klani, Bjani, dhe të gjithë ranë dakord për këtë që unë fola për të marrë Ganivilën atje. Unë doja të merja një gazetar nga Tirana, jo i RTS-s, Sokol Bregu, që është më i miri i këtij. Vila vendosi që ta bënte këtë punë në sfundi, mbas përpjekjeve, por me një kusht, që u ta bënte me Korçar dhe në Korçë. Atëherë u mblodhëm të tre, fillolin unë dhe gazetari, që redaktori i institucionit, filluam ta vilnim pak nga pak, që të qonim ujin atje ku ne donim. Por këta thonë që emisioni që i mirë, unë them që për atë që ka bërë Ganivila, që lloji që e bëri ky Ganivila, është pak. Pra,
qëlloj që Pavlina, po themi, ose thot një fjalëtar Pavlina. Edi Rama, s'është se më bëri respekt mua, i bëri Pavlina Evros. I tham, i bëri Pavlina Evros duke të bërë një mesazh që dojnë atë dheun, dojnë këtë flamur, se këtë vlerëson. Pra dhe kjo çështja që ne duhet ta bënim këtë dokumentar për Ganivilën për këtë do, pra nuk është personale. Nuk është për personin Për personin e fjalës, po. Mesazhin këtë jep. Atë dheu mbi të gjitha, Atë jam. këtë fjale e harruar. Kjo është defekti shqiptarëve. Jo për diasporë. Jo për të mbrojtur diasporën, por këtu kemi arritur ta Jeton dhe e mban. jetojmë. Këtu jemi në mangët. E di çfarë më tha një miku jam, Hector Sala. Ju nuk mund ta kuptoni, tha. Çdo me thënë që ne kemi një shtet. Urojmë Amerikën, Ismail Qemalin, që mundi të krijonte këtë shtet. Se këtu ka njerëz që janë larguar 300-400 vjet nga Afrika, po themi, por nuk e di se ku e ka nga sot. Nuk e di nga hesht. Dhe shteti am duhet shoqëruar, duhet ushqyer, dhe nuk ushqehesh kështu duke thënë sa i mirë është ai dyqani djathtit. Por ti thua sa bukur lënde 200 xhepa në film. Sa bukur Pavlina Vraponte ishte kampion euro. Sa i çmendur që i Ganivila që mori fatet. Ndoshta kjo pjesë na mungon për të ardhur tek ajo që ju tha, pse nuk kemi filma para viteve 90. Sepse ne po rendim në mënyrë komerciale banale. Pas jo vlera. Bërje sapunësh, hajde të shitim qeshim, nuk është kështu. Jeta nuk është qesh. Po në opera. Është problemi që ne duhet t'i vëmë sa më shumë në çdo thelb, në çdo cep të jetës, thelbi të saj që është fidanishje që ti duhet ta ushqesh, jo vetëm me hamburger. Ta ushqesh dhe me dashuri për atë dheun, për flamurin, për njerëzit që kanë nderuar atë flamur. Tu jemi mangët. Kurse e parë nga syri i diasporës, unë nuk e kisha provuar këtë deri në momentin që u bëra emigrante, e përdor shpresh si shprehje, a dheu të dhëmbe dhe e do më shumë kur jeton larg. Edhe e provuar, vërtet e provuar. Para se ta mbyllim intervistën bashkë, unë do doja të hipotetizonim diçka. Nëse mua më ftoni në shtëpi, si është një ditë e juaja në familjen tuaj, si është në familjen Ylli, po themi, se Evro Ylli, të dy. Unë jam e ftuar në shtëpinë tuaj, si është dita? Ma bëni një pasqyrim. Njerëz kemi shtëpi. Në shpinë Andreas, që kemi me qëra. Do të thojmë ke shtëpia Andrea Gjeçka. Që kemi me qëra. Do të themi, mirë se ardhe, vazhdo programin tatë, ne vazhdojmë tonin. Risi në shtëpinë tënde, do me thënë, e thënë ndryshe. Ne vazhdojmë realisht programin tonë. Qofse ti s'na afron në program. E kuptore. Zakonisht ne e kemi kështu që kjo, si një koqire korçare. A të thoja pra? Dhe ngre këmbët lartë. Në ndohu. Edhe ati lakrorin mesazh të na i bëj, apo jo? Mesazh që se s'kemi, thamë jemi në Gjeçka. Dini të gatuani zënja Eva? Ja, sa dush e di. Nga bitë që se edhe më herë në Amerikë. Që zguzhinjerë mrekullueshme. E shkoçare, si mund të dodh? Ka fantazi. Si mund të Guzhina është artë fantazi. Është ashtu është. Më pëlqen gatimi, më pëlqen shumë, edhe vërtet gatuaj. Cila është pjata e preferuar e zotit ylle? Po të them tave kosit. Tradicionale, Tradicionale shqiptare. shqiptare. Po. Mendova se do më thoje lakrori me dy pejt, po jo. Jo. Është tave kosit, sa dush e do shumë, vërtet e do shumë. Erdhët në Amerikë edhe në përjetët tuaja sociale, pashë që kishit postuar, miq pafund ju ftuan, ju pritën dhe mirë pritën. Si është mikpritja këtyre shqiptarëve këtu në diasporë? Ju e cekët pak në fillim. Po, e thash, nuk, dhe i kërkoj falje, se nuk është, koha është shumë e shkurtër e jona dhe unë erdha për probleme të tjera, por nuk di si t'ja u
shprej dashurinë e tyre dhe mikpritjen e tyre. Sidomos ata që më thirrën edhe më sollën në Amerikë, që u bën, themi ne korçarët sebeb. U bën sebeb që mua të më sillnin në Amerikë. Ata nuk di ku t'i ve sot edhe të jetën time, sepse tregojnë në çdo minutë që kalon e ditës apo e natës, ata janë me ne. Ata janë me ne. Edhe tashti që jemi këtu, ata janë përsëri me ne. Me mesazhe, me telefonata pafund, si jeni, si po kaloni, domethënë kujdesi i tepërt i tyre të bën që ti të vuash shpirtërisht dhe ta ndjesh dashurinë e tyre brenda deri në palc. Gjithashtu edhe këtu në Detroit, në Michigan, kush e mori vesh nga njerëzit apo nga miqtë tanë që ne na pritën, nga Ganiu. Ata fillojnë me sa. Po, Tani, Ben Dervishi, po, Nazarko. Të gjithë dhe ti s'dikutja. Mirtoll Arjani, po. Koço Dinella erdhi dhe më priti dhe ishte kënaqësi. Ti nuk ja prishe dhe nuk ja ndreq dot asnjërit, po ata kishin një dashuri dhe një pritje, nuk di si ta shpjegoj. Një dashuri, po, një mikpritje shqiptare. Një dashuri. Diaspora dha për Pavlinën një dashuri pa kushte. Pa kushte. Një tjetër dashuri që ndoshta dashuri e vërtet. Dashuri e vërtet. Të mendohesh se je ëndër apo jo. Po, dashuri e vërtet i thon kësaj. Me pak fjalësh, dashuri e vërtet e çdo shqiptari, të paktën në Amerikë. Edhe më do thoya që është krenari shumë e madhe t'ju kemi. Si fillim. Dhe kënaqësi e jashtëzakonshme për mua që t'ju kisha të dyve jo sot. Faleminderit që pranuat ftesën për të qenë pjesë e bisedës sonë sot. Dhe mezi po pres një moment tjetër që sërish të bëjmë biseda të tjera, intervista të tjera. Korç pra ke shtëpia. Kur të vi në Korçë, patjetër. E mbyll bisedën time me ju me një falënderim të madh për të gjithë shqiptarët e Amerikës për pritjen dhe për sjelljen tonë deri në Korçë, sepse ata janë në çdo hap me ne. Dhe i uroj në familjet e tyre paqe, dashuri dhe shëndet mbi të gjitha. Uroj festën e nesërme që festojnë të gjithë datën 27, falenderimet, edhe festat e fundvitit, Krishtlindjet edhe vitin e ri. T'ja u bëj Zoti mbar dhe bekati në familjet e tyre. Ju falenderoj dhe dashuri. Faleminderit juve. Ishte vërtet shumë kënaqësi. Unë ju uroj të dyve shumë suksese në punët tuaja përkatëse. Ju uroj shëndet, jetë e gjatë, edhe shpresoj t'ju kemi gjithmonë, edhe t'jemi pash krenar gjithmonë, çdo ditë jetës tonë që ju kemi pjesë të komunitetit tonë dhe pjesë të Korçës tonë, dhe më falni Zoti ylli. Është vërtet privilegj. Faleminderit. Faleminderit.